Përshëndetje, miqtë e emisionit Relax, mirë se u takuam edhe kësaj pas dite këtu në televizionin Shenja. Ne sot do të flasim një temë të cilën nuk e elaborojmë për herë të parë këtu në emision. Do të flasim për fotografinë dhe zanafillën e saj dhe pikërisht për këtë ne kemi të ftuar një mysafir special, është Vullnet Alili, edhe pse në moshë shumë të re, mirë po ka arritur që ta dëshmoj veten në shumë raste si profesionist i vërtet. Përshëndetje Vullnet. Përshëndetje, mirë si u gjej, faleminderit për ftesën. Fillimisht do të shfrytëzoj rastin që përgëzoj juve për emisionin, televizionin Shenja në përgjithësi për punën që po bën, duke pas parasysh jam për herë të parë këtu dhe përndryshe ndihem i nderuar prej anës juve, jam mesin e disa njerëzve që kanë guximin, do kisha thënë prej hiçit ose prej shumë pak marrin rreziqe për me bë hapa shumë më të mëdha, vetëm e vetëm për të themeluar qëllimet e tyre të pastra në një mënyrë më të përsosur. Pak a shumë pretendoj të jemi kësaj kategorie të njerëzve dhe prezenca ime këtu më bën mundim mjaft mirë dhe një herë faleminderit. Faleminderit edhe nga ana jote. Para se të fillojmë neve me bisedën me mysafirin ton, unë do kisha lutur regjin që neve paraprakisht të shkojmë me një kronik të përgatitur nga kolegja Naile Dauti, e cila në një farë mënyre ka bërë përshkrimin në pika të shkurta të zanafillës së fotografisë. Ndoqëm kronikën dhe deri diku ti më veç me i ketë njohur ato që i Ceku edhe Nailja. Vullnet, si fillove të mirësh me fotografi, është një pyetje që zakonisht neve të gjithë fotografëve u a bëjmë dhe normal është e njohur edhe për të gjithë publikun, mirë po ajo që është më interesante është se çdo fotograf ka një storje në vete, domethënë se si ka filluar që të merret me punën që ju e bëni, domethënë me fotografinë dhe të gjithë ata dashamirët ose përcjellësit e punës tënde me siguri që dëshirojnë të ndëgjojnë pak a shumë një përmbledhje të storjes tënde se si ke filluar që ti të përkushtohesh plotësisht fotografisë. Shumë e saktë e që e përmende pak më parë, domethënë storja e çdo fotografi është ndryshe për fillimin, domethënë, se çdo fillimi ka ato vështirësitë e veta dhe varet prej shumë arsyeve, rrethonave që ndryshon prej njërit prej njëri tjetrit, domethënë. Pak a shumë kisha pas dëshirë edhe unë me tregu një përmbledhje për fillimet e mia, për gjithë ato përcjellësit e punës time që e ndjekin vazhdimisht, ose në përgjithësi për publikun që po na ndjekin tani, domethënë se si kam filluar edhe si ka qenë fillimi im, se publiku në përgjithësi njerëzit për neve fotografët, në përgjithësi artistët është një ndër elementet më të rëndësishme. Pse e them këtë se ne pavarësisht nëse bëjmë një punë të mirë, nëse bëjmë një punë profesionale, edhe nëse mbaron gjithçka mirë, pavarësisht asaj bindjes tonë personale që e kemi se kemi bën një punë të bukur, prapë presim një vlerësim, një feedback, po, një rezultat prej publikut se si do ta vlerësoj, si do ta pres atë punë që e kemi bën. Edhe pa marrë parasysh qofshin ato njerëz, qoftë ai publik që e shef sipërfaqësisht fotografinë, që shef pak, kur them pak në aspektin e përmbajtjes fotografisë, qoftë ata që shohin shumë dhe kuptojnë artin, e shohin më thellë një fotografi, prej cilëve madje presim edhe kritika, gjë e cila na bën me përmirësu njëri tjetri, po ta bëjmë edhe në mënyrë më profesionale. Si fillova. Them drejtën, kjo pyetje më kujton pjesën më interesante të jetës time deri tani, sepse nuk kam pas bëj as pak me fotografinë më parë. Fillimisht kam qenë i përqendruar nga ana e informatikës, kam qenë një person shumë që kam qëndruar shumë përpara kompjuterit, kam qenë interesuar, siç thash edhe më parë, rreth informatikës, punëve kompjuterike, derisa erdhi një moment ku unë domethënë kujdesesha përgjithësi për kompjuterin si një person që është i mvarur, në aspekt i mvarur. Njerëzit e kanë kriju këtë opinionin që ne bëjmë i mvarur nga kompjuteri, por personalisht kam atë bindjen që kompjuteri është i mvarur prej neve, se ai na shërben neve, jo ne kompjuterit. Ai është në shërbim të njerëzve, domethënë. Edhe ka ardhur një moment ku unë normal si çdo fillestar që shfrytëzon edhe anën pamjen e kompjuterit, domethënë anën e dizajnit si duket, kam shfrytëzuar fotografi ndryshme për ballinën atë pjesën kryesore, desktopin e kompjuterit, duke qenë kërkim të fotografive ndryshme, si çdo fillestar që mendon se ka të bëjë vetëm me kualitetin, me atë si fotografi profesionale, duke qenë kërkim të këtyre, erdhi një moment ku lindi ideja se si një fotografi e shkrepur vetë nga unë, do të kisha mund t'i ndërhyj, do të kisha mund të
paktën ta përpunoj duket pak më profesionale, pak një fotografi më e qartë dhe më e përmbledhur me ato kushte që nevojiten. Edhe gjithçka filloi aty, domethënë, nga kjo ide që lindi se si unë fotografinë time mund ta bëj duket edhe më mirë. Ai ka qenë momenti i parë se si unë fillova interesimin rreth këtij profesioni. Me që ti ke filluar vetë, domethënë ta interesohesh ashtu siç e ceke edhe ti, nëpërmjet internetit. Gjithçka që të ka interesuar, ti e ke zbuluar vetëm përmes internetit. Mund të na sqarosh pak këtë rrugtim, mbase gjithkujt me siguri do interesonte se si ja ke arritur qëllimin? Është interesant kjo puna e internetit se në përgjithësi njerëzit e perceptojnë shumë e kanë një farë keqkuptimin perceptimin e internetit. Realisht kompjuteri dhe interneti është një ndër burrimet, do kisha thënë, më të mëdha për çfarëdo informacioni. Çdo gjë që kemi nevojë është një stacion ku ne mund gjejmë gjithçka që na intereson. Për veten time kam qëndruar aq shumë në kompjuter sa që njerëzit e kryjnë atë bindjen që unë jam bajmë varur. Praktikisht jo, unë kam fituar shumë nëpërmjet kompjuterit, se edhe pse ka ashtu njerëz që e keq përdoren, domethënë e kanë vetëm për humbje kohe, por është një numër tepër i vogël që nuk duhet na pengojë të paktën neve që përfitojmë nga ajo, që mundohemi të zhvillojmë diçka edhe të gjejmë shumë a shumë për me zhvillu çfarëdo qoftë profesioni, se në përgjithësi në internet në ditët e sotit mund të gjejmë gjithçka. Normal, si çdo fillestar, jam interesu fillimisht tek njerëzit, fotografët që mirën me këtë punë, po siç themi në gjuhën popullore, njerëzit nuk kanë dëshirë ta shesin zanatin edhe. Nga ajo se çdo kush nuk tregonte gjithçka që unë interesohesha të di rreth këtij profesioni, ishte ai inati që ne tritë kemi, sidomos ne shqiptarët dihet, edhe e kam hasë si fjalë, domethënë që kur do me fillu diçka, njerëzit janë shumë pesimista në aspektin e zhvillimit diçkait prej zero të shkosh më tutje. Edhe njerëzit zakonisht më kanë thënë se duke pas parasysh jam një gjeneratë i përzier me moshatar ndryshëm, e kam hasë si fjalë, domethënë nuk do të mundesh ta bësh. Zakonisht ky profesion ose çfarëdo qoftë normal kërkon shkolla. Për kushtim, normal. Për kushtim, kurse të ndryshme, por me anë të internetit unë kam arrit me një mënyrë tjetër ta bëj. Mësoj gjithçka rreth kësaj sfere. Se një kurs, një shkollë mundet me ta mësu për shembull këtë profesion, po. Në shkolla, në kurse ka një farë plan programi, edhe gjithçka shkon një herë prej bazës, më pas zhvillohet deri tek ajo që prej fillim ne ndrojmë të jemi atje për më njëherë. Normal, gjitha sendet më njëherë nuk mësohen, por me anë të internetit është një mënyrë e mësumit, me thënë anglisht quhet distance learning, me thënë të mësuarit nga distanca, online. Edhe kjo më pëlqen më tepër se sa të kisha shkuar me ndjek disa kurse ose ndonjë shkollë, se në kurse shembull ke një pagun për shkallë, edhe ti merr një diplomë, me thënë për shkallën e parë, dytë, e tretë, edhe aty je i varur prej shumë fakteve. Varet profesori që jep lëndën, me thënë, a do të mundet të ta përçoj, më fal, atë mësimin, atë ligjërimin që e ka dhe e përçoj tek nxënësit që po e ndjekin. Varet a do të kesh atë disiplinën për me mësu. Edhe krejt në varet shkallë pas shkallë, ti mund dorëzohesh shumë shpejt, pra sa edhe ta lash dikun në mes. Kurse nëpërmjet internetit është, për mendimin tim, është një mënyrë më e mirë për me mësu çfarëdo qoftë, se krijon një farë disiplinë tënde në vetën. Do të thonë çdo kush mund ta bëjë një disiplinë të vetën edhe ta praktikojë. Duhet pak a shumë të jesh edhe i durueshëm, se ka disa tutoriale, ju thonë, qëllimi i tutorialeve është shpjegimi i diçkaje të caktuar, çfarëdo qoftë në mënyrë praktike. Ka me video, ka edhe me tekst, mund të hasim faqe ndryshme. Por veten më shumë preferoj të dëgjoj se sa të lexoj, edhe kam tash në janar të këtij viti u bën diku 5 vite që unë vazhdimisht gradualisht, domethënë, mirësh me ndëgjimin e këtyre video. Kam ndjek video të ndryshme video mësime, qoftë për fotografinë, domethënë mekanikisht si përdoret aparati, qoftë edhe për programet që janë shumë të rëndësishme për përpunimin e tyre. Gradualisht nëpërmjet atyre videove deri sot kam arrit mësoj mjaft gjana, domethënë asnjëherë nuk është pak, se është një profesion i cili nuk ka limiti, nuk është i përkufizum. Kjo është edhe ajo që më pëlqen, shembull, se çdo fotograf e bën punën ndryshëm. Një punë ndryshëm arrin ta bëjë, se fotografia realisht është kjo, domethënë nuk ka kufi.
mundet me fotografu të njëjtin objekt, dy fotograf, po nuk duket të njëjtë. Me thonë, çdo kush me atë Nga artin, këndvështrimin e vetë. me këndvështrimin e vet, me artin edhe atë shijen që e ka mundet me nxjerr ndryshe. Kjo është një prej arsyeve që më ka bërë mu interesu edhe më shumë rreth këtij profesioni edhe gradualisht, siç tregova më parë, nëpërmjet internetit, vetëm se a jemi tillë që duam me shfrytëzu internetin në mënyrën e duhur, se ka gjithçka dhe është një ndër burimet më të mëdha që mundesh me gjetë gjithçka dhe gradualisht ma disiplinën, ma durimin dhe me ëndrat e mia që më arrit një ditë me zotru një punë tillë, kam arrit deri sot me mësu mjaft gjana dhe vazhdoj ndjek ende video të tilla. Vullnet, cilat fotografi në fakt ti të pëlqejnë, me çfarë fotografish konkretisht miresh dhe nëse ke ndonjë fotografi të veçantë ose ndonjë mënyrë të fotografuarit të veçantë, pse? Ke zgjedhur pikërisht atë? Është interesant kjo puna e fotografisë, se zakonisht hasim fotograf që janë përcaktuar vetëm një kategori. Domethënë, ndoshta keni pasur edhe këtu në televizionin e juve, ndonjë fotograf që ka qenë shembull i fokusuar, i përqendruar vetëm në landscape, peizazhe ose vetëm në natyrë, nuk i pëlqen të fotografojë njerëz, ose e kundërta. I pëlqen të fotografojë njerëz ndërsa peizazhe, natyrë jo. Kjo është interesante, tek unë se është një farë misteri apo fenomen, s'di si ta quaj. Mu më pëlqen fotografia me një kuadër ma të gjanë, me thonë mundohem i përfshi këta kategoritë ka pak mi prek. Qoftë peizazh, qoftë fotografim njerëzve, në gjitha e gjej vetën dhe kjo më bën pak a shumë u dallu se mundohem të shërbej në përgjithësi këtë punë ta shërbej. Pa marrë parasysh çka kërkohet, po nëse kthehemi te ajo se çka më pëlqen më tepër, çka du me bë më shumë, është fotografia fashion, nëse e përkthejmë bukfalisht, ka të bëjë me modën, fotografi e modës apo që ka të bëjë me modelingun, do me thonë bëhen për projekte ndryshme, për revista, që fatkeqësisht këtu te ne janë shumë pak zhvilluara, do me thonë nëse folim për palën tjetër, ana e Maqedonëve kanë disa revista, kam has ndryshme, por tek ne ende nuk u ka zhvilluar kjo, do me thonë është nëse flasim për një plotësim të saktë kategorisë për çfarë bëhet. Ndërsa unë mundohem vazhdimisht ta bëj edhe këtë kategori, qoftë për qef, qoftë njerëzit që kanë dëshirë të kenë një fotografi të kësaj kategorie, ma shumë mundohem t'i përkushtohem kësaj. Por në përgjithësi më pëlqejnë edhe kategoritë e tjera, dhe me thonë natyre, peizazhe, fotografi të dasmave, gjë e cila edhe ajo është një fotografi shumë si të them, e stresueshme. Kam hasë disa kolegë që e cekin edhe me të vërtetë është ashtu. Kategoria e parë është, dhe me thonë, fotografia e luftës, që është më e rrezikshme, dhe me thonë e ke edhe jetën rrezik, dhe si kategoria e dytë vjen fotografia e dasmave, që ka shumë presion, ka shumë stres edhe duhet me të vërtet një përgjithësi e madhe. Po në përgjithësi e pëlqej këtë punë ta bëj në çdo mënyrë, gradualisht tash do të filloj edhe të merrem edhe me anën e videove, edhe në përgjithësi du ta përmbledh edhe videon edhe fotografinë, qoftë për darsma, qoftë për projekte ndryshme, të shërbejmë përgjithësi për këtë punë çfarë kërkohet. Shumë pak e dinë se si mundësohet krijimi një fotografie, si ndodh realisht, a ka ndonjë definicion të përkufizuar, nëse mund të themi, për këtë fenomen dhe sipas jush kush e ka zbuluar? Po, sigurisht është definicioni, do me thonë mund të hasim si regjistrimi i imazheve me anë të dritës që ekspozohet në një pjesë të butë, do me thonë ajo bëhet me anë të objektivit në mënyrë mekanike, do me thonë me aparatin ose kimikisht. Fillimisht thuhet që e kanë zbuluar dy francezë, është Nico Ferniers dhe Louis Daguerre, më duket po. Në vitin 1826 është bën, do me thënë, fotografia e parë, por para disa muajve kam has një dokumentar, sa për kuriozitet për shikuesit, thuhet që paraprakisht e ka zbuluar një musliman në vitet, do me thënë 1000, që mund dyshojmë që paraprakisht ky e zbuloi, jo këto francezë. Ai ka qenë një shkencëtar i përgjithshëm, ka qenë me një arrest shtëpiak edhe ka pas kohën me studiu edhe për fushën e optikës, dhe me thonë se si drita përthejet në për retinë dhe si mundësohet krijimi një imazhi. Dhe me thonë, ai ka zbulu, thuhet, paraprakisht nuk e di, nuk mund të jemi të sigurt, po ma vonë këto francezë ndoshta e kanë zhvilluar dhe e kanë përsos, e kanë shumë më tutje. Zona filla kryesisht, dhe me thonë, është kjo prej dy francezëve, vitin 1826. Si mundësohet krijimi një fotografie? Do me thëmë vetëm një lloj të... Ka mënyra të ndryshme. Njerëzit e kanë perceptuar gabimisht se
mendojnë që vetëm një aparat profesional po mund të bëjë një fotografi profesionale, por realisht nuk është ashtu. Se unë mund të m'ia dhënë dikujt shembull aparatin profesional, edhe pse është shumë i shtrenjtë ta bëj një fotografi, por nuk do të jetë e njëjtë me unë mund të më fotografu vetëm me një telefon edhe ta bëj shumë më profesionale se sa ai që mund të më bëj me këtë. Ka shumë elemente që e plotësojnë domethënë fotografinë, nuk varet vetëm prej aparatit, por njerëzit e kanë keq kuptuar domethënë perceptimin e fotografisë vetëm pse aparati është profesional, por realisht një aparat profesional mundson një rezolucion më të gjatë, domethënë më të madh, edhe ajo e bën mu dallu për një fotografisë të realizuar me një kamerë me një rezolucion shumë më të vogël. Aty është dallimi, domethënë mundet me kap më shumë detale, por nëse flasim për profesionalizëm, ajo varet edhe prej shumë elementeve tjera, domethënë kompozicioni, drita është një ndër elementet kryesore për fotografinë, pa dritë domethënë nuk mund të realizohet një fotografi e mirë. Pastaj varet për cilën kategori bëhet fjalë, nëse është për natyrën, nëse është për peizazhe, landscape apo fotografi urban, diçka natyrë të vdekur ose çfarë do qoftë, varet ambienti prej ku fotografojmë, domethënë kompozicioni si e krijojmë, se ka njerëz që mund ta shohin një vend shumë të keq, po fotografi mund të më nxjerrë diçka shumë të mirë. E hasim si fotografët e përmendin, fotografët e mëdhenj si një mendim në 3D, domethënë menduarit tridimensional. Ajo është se fotografi vetëm në shikim të parë mund të më paramendu çka mund të më bëjë me atë vend. Ajo e bën mu dallu, domethënë nëse flasim për landscape, natyrë, peizazhe. Kurse te fotografia e njerëzve, domethënë portrete, me një farë mënyrë duhet më kanë edhe një lloj psikologu, një person komunikativ, zakonisht kur kam për të fotografuar njerëz, preferoj që fillimisht kur e caktojmë lokacionin se ku do të bëjmë fotografi, shkojmë prej atje bashkë deri tek vendi që në mënyrë të bisedojmë pak a shumë, ta njoh personin, ta njoh çfarë karakteri është, dhe paraprakisht ta shoh se çfarë duhet shërbej për atë person, çfarë fotografie duhet i bëj. Duhet të jesh domethënë të kesh një aftësi për perceptimin e karakterit, domethënë se çfarë ti ofrosh më tutje. Varet prej shumë rasteve dhe kategorive. Vullnet do të ndërpresim për pak minuta nëse mund të themi bisedën, me që tani është koha e marketingut. Shkon marketingut, të nderuar shikues, ju qëndroni me ne, pas pak minutave rikthehemi. U kthem në studio. Vullnet, me siguri për të bërë një fotografi ose duhet faktikisht ta ndjesh atë moment, domethënë kur është momenti i duhur për ta bërë atë fotografi në mënyrë sa më profesionale. Ku e gjen burimin e inspirimit për të bërë këtë fotografi? Është interesant kjo pjesa e inspirimit, se motivi, inspirimi, vetbesimi, domethënë që e kem veten në vendin që ne jetojmë, fatkeqësisht shumë lehtë mund ta ndroj kahjen. Arsyet janë shumëta, e dimë mundësitë, sa kemi institucione, vende përkatëse për me zhvillu, çfarë do qoftë pasioni, po personalisht inspirohem përgjithësi prej fotografave të mëdhej botëror, qoftë brenda Ballkanit që i kemi. Tash është shumë lehtë, domethënë kemi rrjetet sociale, Facebooku, Instagrami, shumë lehtë në ato momente që ne jemi pasiv apo pauzojmë me punë, ka shumë fotograf që brenda ditës të paktën, domethënë mund të shohim ajo të na inspirojë për ta marrë aparatin e për të shkuar me bën një projekt të ri ose me ofru diçka të re edhe ne. Personalisht për kategorinë që e përmenda më herët që jam përkushtuar më së tepërmi, fashion fotografi, inspirimin më të madh si personin më inspirues e shoh fotografin tonë mirënjohur Fadil Berisha që jeton dhe punon domethënë në New York. Shumica e shqiptarëve dhe kolegëve të mi mendojnë se ky person është mbivlerësuar pak a shumë, se nuk e ka, domethënë nuk e meriton edhe aq shumë vlerësohet, po për mendimin tim edhe ai moshën që e ka është një person tepër motivues, tepër me vetbesim dhe që bën një punë intensive më shumë se sa një i ri që ka energji edhe më të madhe për të bërë punë, domethënë. Për mua është kulmi i suksesit, domethënë ai që ka arrit deri të jetë fotografi kryesor i 96 shteteve nëpër botë, kryesisht për kategorinë fashion, domethënë kur mbahet sfilata Miss Univers, domethënë që bëhen për miset e çdo vendit që zgjidhen. Po ashtu edhe ka fotografu karaktere të mëdhej si presidenta, Bill Clintonin, sportista të mëdhej.
kryesisht mendoj se kur momente që unë si të them e humbi inspirimin për këtë punë, thjesht ndjek shumë projekte që ai ka realizuar, apo intervista, apo se si ka karrierë, domethënë karriera e tij, edhe për një moment ngjallet ajo adrenalina, pse jo, dhe ne mundemi që pavarësisht që jemi në një vend me pak mundësi, me atë vetbesimin edhe me forcat tona personale, domethënë nuk jemi të varur prej dikujt, thjesht je i aftë për me bën një punë të mirë, je i aftë që ta shfaqesh atë punë dikun të vlerësohet edhe mundesh me ecë shumë përpara. Me mërëj edhe... Ti ke edhe emrin Vullnet, patjetër që duhet të kesh më tepër Vullnet për të realizuar edhe disa fotografi. Në radhë parë dhe atë mendoj. Vullnet, po ndodh ndonjëherë që vetë natyra e bukur, domethënë një ditë me diell, të japë inspirim për të dalë dhe të realizosh disa fotografi? Ndodh edhe njerë kur kthehem prej shkollës, shembull shoh kohën ose perëndimi i diellit është shumë i mirë, nuk e kam aparatin me vete. Ta kisha domethënë për të realizuar ndonjë. Ka raste kur dal domethënë special për të realizuar foto, ose e shoh kohën si do të jetë nesër, jam i lirë, dal për të bërë fotografi për çejf, qoftë natyrë siç e përmenda, i përzi këtë kategoritë, ka pak më pëlqen përgjithësi. Natyrë, peizazhe. Po është pak më e mërzitshme se ose duhet kesh një shoqëri, domethënë të marrësh edhe disa kolegë me vete pak për. Se kur fotografon njerëz, domethënë kur bën portrete, ke komunikim është më e gjallë, domethënë puna që bëhet nuk mërzit. A me natyrën është pak një më e qetë, edhe domethënë një punë më në vete, domethënë, po. Edhe për atë pëlqen. Ka dallim, domethënë stinat, për shembull, në pranverë, në verë ose në dimër, domethënë kur mund të realizon fotografi më profesionale dhe më me vullnet, më me dëshirë sipas mendimit tënd? Varet prapë për çfarë fotografie bëhet fjalë, domethënë nëse kërkohet fotografi me dimër, normal. Edhe kulmi i dimrit po tjetë, ajo del edhe shumë më mirë, ka shumë më detale, nuk ke nevojë të bësh manipulime me programet për përpunimin e fotografive. Nëse kërkohet një fotografi vere, normal që presim një diell shumë më të fortë, domethënë që vetë pamja, vetë ato ngjyrat e fotografisë na asociojnë që ka qenë domethënë kulmi i verës, po për një fotografi si të them, më neutrale, me ngjyra më të mira, më e butë, më që nuk ta vret shumë syrin, domethënë preferohet ose kur lind dielli, domethënë në mëngjes herët, ose gjatë perëndimit. Dielli është shumë më i butë, është normal, drita nevojitet, po kur është pak më e butë drita, domethënë nuk është aq e fortë, mund të ngërthejmë më shumë elemente, domethënë më shumë detale të kapim fotografie, mbrapa mund edhe të ndryshojmë ato, mund t'i përpunojmë. A kur është për shembull dielli shumë i fortë, nëse nuk din me kontrollu mirë, me punu me quhet ajo moda e realizimit të fotos, domethënë në mënyrë manuale, se ka dhe automatike, domethënë që bëhet kontrollimi i dritës, hapja e diafragmës, siç e pa më herët, po, edhe në kronik që ishte. Ne këtu kemi një aparat mbi tavolinë, edhe pse ne vetë e shohim kështu si një aparat dhe nuk i kuptojmë shumë mirë të gjitha ato pjesët, ti mund të na sqarosh domethënë këto pjesët e aparatit, të cilët të gjithë janë aktive për të realizuar një fotografi. Siç e kam më parë, domethënë ka moda ndryshme për çfarë fotografie bëhet fjalë. Mundesh me realizuar edhe domethënë me modën auto, domethënë gjithçka kontrollohet vetë aparati e bën kontrollin. Po prap nuk mundet me kontrollu dritën e ato gjitha si duhet. Domethënë mund të humb diçka ose nuk ta kap atë që ti e shef me syrin tënd, domethënë. Kurse moda manuale, vetë fjala tregon, domethënë në mënyrë manuale kontrollohet gjithçka, domethënë prej dorës tonë. Se shumë lehtë ai ofron një fotografi me rezolucion të madh, siç e seka më herët, një fotografi të pastër që njerëzit ditësodit kanë nisë ta preferojnë më tepër edhe ta vlerësojnë, po prap ajo drita, ajo kontrolli i dritës luan rolin më kryesor. Diafragma që e kap dritën, ndriçimi, ngjyrat, mund ta ndryshojmë shembull ngjyrën në ambientin nëse është vjesht, pak a shumë mund t'ia ndryshojmë atë ngjyrën, domethënë ambientit, krejt mbarët prej personit që fotografon, domethënë se pak a shumë për mu dallu fotografia, se çdo kush mundet me të njëjtin aparat me bë fotografi, po dallon fotografia prej fotografisë. Domethënë duhet me pas një farë arti edhe një farë parashikimi, një vizion se si mund ta kapësh atë moment. Se si do të duket ajo që ti e ke në imagjinat. Sa duhet të kapësh dritë shembull, sa duhet të shtosh ndriçime edhe të lësh hapësirë nëse don ta bësh edhe më të përsosur, se besoj edhe nuk mund edhe nuk do të mundet teknologjia të përparojë aq shumë sa që gjithçka të realizohet përfundohet te aparati. Ka
Ka fotografë që kanë mbrinë nivele mjaft mëdha dhe nuk e preferojnë përpunimin e fotografisë. Po besoj që përpunimi, domethënë, siç besoj shumica e njerëzve edhe thjesht edhe të rëndom tashmë kanë dëgjuar Photoshopin, programi që është një ndër më kryesor për përpunimin, për ndryshimin e fotografive. Unë besoj që pa atë nuk mund ta bësh një fotografi ashtu siç e shef, siç e ndjen ti me atë artin tënd. Se ndryshe shef syri i njeriu, ndryshe mund ta kap për shembull një aparat. Ti mundesh me bë disa gabime ose thjesht nuk të lën momenti me kap ashtu si duhet, nëse jemi në fotografi dasma për shembull, nuk mundesh ti në atë ahenk, në atë event ta urdhënosh dikon ose të hiqet ose në një diçka të vogël ose të pengon diçka dhe Photoshopi atë na e mundson shembull ti mbulojmë disa pengesa që kanë qenë të vogla në fotografi ose thjesht për me atë pjesë që e kemi fotografuar, atë objektiv, çfarëdo qoftë, për me bë më të përsosur edhe në mënyrën sa më profesionale. Domethënë ka edhe ai aspekti që e keq përdoren, domethënë që njerëzit edhe e kanë marrë atë bindjen që Photoshopi është një program që s'duhet përdoret, po varet krejt prej përdoruesit, domethënë ta jep mundësinë me bë ndryshime shumë të mëdha, por njëkohësisht mundet me të ndihmu thjesht me bë disa përmirësime mundesh me bë, jo me përdor në mënyrën që me qenë shumë manipulative fotografia, domethënë ajo reale që është me ngjall edhe më shumë shembull ku ka nevojë ngjyrat të bëhen edhe më të qelta, e ke atë mundësi ose ka nevojë të hiqet diçka siç thash më herët, mundesh me ik. Është një program manual. Që mund të manipulosh domethënë. Është një program manual njëjtë sikur që ka modën manuale edhe aparati, që njerëzit ka edhe për atyre që mendojnë ose ndodh neve fotografëve na kërkojnë a mundesh pak na rregullosh një fotografi me Photoshop, se mendojnë se është një program automatik ose që ka efekte sikur që janë efektet e Instagramit ose çfarëdo faqe që i ofron ato, po realisht nuk është ashtu. Nuk ka diçka të gatshme që mundesh t'ia shtosh fotografisë. Ka disa filtera ashtu për ngjyra ose diçka, po në përgjithësi është një program, një dritare punuese ku ti me anë të veglave që i ka e programi edhe me atë artin, me atë shijen tënde mundesh me bë diçka ndryshe prej dikujt tjetër, domethënë edhe nëse bëhet fjalë për të njëjtën fotografi, nëse u jep di fotografave, fotografia do dallohet prej njërit edhe tjetër. Padyshim. Vullnet, sa të mbështesin prindërit dhe të afërmit në punën tënde si fotograf, me që ashtu siç e theke edhe në fillim, ky profesion pak është edhe i kushtueshëm, nëse mund ta themi, me që të gjithë këto aparate kushtojnë me siguri. Sigurisht mbështetjen edhe për krahun e kam pas mjaft madhe, por ndryshe me shumë bindje them që ndoshta nuk do të kisha arrit gjatë kësaj periudhe dhe gjatë kësaj moshe të re unë të arrij atë shumë edhe të realizoj një pjesë, një periudhë punës shumë të madhe brenda një periudhe të vogël të kohës, domethënë. Mbështetjen e kam shumë të madhe dhe kam përkraje prej shoqërisë përgjithësi nëpërmjet rrjeteve sociale. Në ditët e sotut rrjetet sociale janë po ashtu një element i rëndësishëm për ne fotografët, se pavarësisht mundësive ne ku mund ta shfaqim fotografinë ose ku mund ta tregojmë talentin ton, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpër gjithë shoqërinë, nëpër gjithë njerëzit që i kemi aty bashkë mund ta shfaqim punën edhe mund na vlerësohet edhe me një farë mënyrë ato rezultat, ajo mbështetje, ajo përkrahje prej njerëzve që vazhdimisht presin një punë, presin një projekt të ri prej neve, se çdo kush ka atë stilin e vet, domethënë fotograf kemi shumë, po secili dallon prej stilit edhe çdo kush ndoshta e tërheq njëri më shumë e tjetri shembull më pak ka disa gjëra që nuk e tërheqin taj. Po ashtu edhe prej familjes, familja nëse nuk e ke mbështetjen e familjes është shumë rënd në këtë aspekt, sidomos në zhvillimin e përparimin e teknikës, është një profesion që kërkon investim të madh dhe nuk ka fund për investimin e kësaj. Pavarësisht domethënë momentit, nëse ti ëndron me ecë përpara, nëse ti ëndron me bë një projekt më ndryshe, me ofru diçka ndryshe, normal që do duhet edhe diçka e re. Normal këto kushtojnë shtrenjtë dhe është pak problem kjo pjesë, besoj që kam pas me të vërtetë një luftë madhe brenda kësaj periudhe për ta bërë të qartë në familje se çka nevojitet edhe çka mundet me më kry punë mu që pak a shumë me ma dhënë një krah teknika që me atë artin tem unë të mundem edhe të përfitoj prej kësaj pune. Pasion është po se po, me atë dëshirë që e bëj dhe me ato andra që i kam, pse jo një ditë du ta kem edhe profesionin bazë të jetës time.
Edhe jam mjaft mirënjohës edhe falenderus përgjithësi për familjen që gjithmonë mundohet të kuptoj për këtë botë, për këtë profesion, se nuk mundet gjithë me kuptu, shembull ti investon pak a shumë për teknikën, edhe vjen një moment kur prap duhet diçka e re dhe nuk e kanë qartë pse. Shembull investove një herë, pse duhet përzyti herë? Nuk e kanë, është problem të sqarohet kjo. Edhe gjithmonë jam mundu ta sqaroj dhe ta bëj sa më të butë si temë, mos shkaktoj shumë probleme, se me të vërtetë për këtë teknikë ka disa shifra mjaft mëdha që për atë punë që du unë me realizu, dhe me thonë ka investim mjaft madh dhe brenda kësaj kohe, falë Zotit, ja kam arrit pak a shumë ta bëj qartë se çka unë duhet dhe çka më nevojitet, që gradualisht të plotësoj çdo gjë, po ashtu edhe. Ta kenë qartë, domethënë se kjo në të ardhmen mund të jetë edhe profitabile, domethënë si profesion. Po, është problem se nëse ti një herë kërkon ndihmën e familjes ose kujdo koft, po ashtu kam ndihmë mjaft madhe edhe prej vllaut tim që jeton në Zvicër, pak a shumë ajo është më i ri edhe prej prindve të mi edhe mundohet që të ndihmoj të kuptojnë në këtë aspekt punës, po nëse ti e bën një investim, të ofrohet një ndihmë, nëse nuk je i aftë që me atë investim që e ke bë, pak a shumë ta shfaqësh atë rezultatin dhe atë risin që e ka sjell ai investim, ta dëshmosh që me të vërtet është profitabile, ndoshta herën tjetër nuk do ta kesh si alternativë për të marrë një investim tjetër për të bërë. Ne tri, personalisht unë jam ende në shkollë të mesme dhe si student për të bërë disa investime aq të mëdha nuk kam të ardhura normal. Edhe kjo është lufta më e madhe për ta bërë të qartë dhe për ta dëshmuar artin. Pas çdo investimi, pas çdo ndihme që e kërkojmë ne për teknikën, edhe pse nuk është edhe aq e nevojshme, domethënë nëse ke talent mundesh me një, siç e kam më herët, vetëm një kamerë të thjeshtë, qoftë telefonit ose çfarë do kamerë më të vogël digjitale me shfaq atë talentin, po fotografia u ka bën një gjë shumë në trend, është në hap me kohën, edhe njerëzit ose nëse don t'i kapësh artistat e më të mëdhenj të bëj shërbime për njerëz më profesional, jo vetëm për të rëndomtit, do duhet edhe kualiteti, do duhet edhe teknika më e fundit, shembull. Ajo është lufta më e madhe që bëhet edhe. Me të vërtetë jam shumë mirënjohës përgjithësi. Që të hysh në tregun e Përgjithësi jam shumë mirënjohës edhe falenderues ndaj familjes, vllaut tim edhe gjithë shoqërisë mbarë nëpër rrjetet sociale që vazhdimisht mbështesin, qoftë edhe ato me fjalët e mira dhe me atë motivacionin që mundohen të ma japin se ti e ke bërë, do të mundesh edhe do ta bësh çdo herë. Neve kemi disa fotografi, kemi ndarë disa fotografi, do kisha lutur regjin që neve ti kemi në dispozicion ato fotografi në ekranet tona, edhe pse faktikisht këtu pas ne shqëndron veç me një fotografi, është realizuar nga tip, apo vullnet? Po, kjo është një fotografi e teknikës quhet makro, do të thonë realizimi për të kapë diçka në një objekt vogël, çfarë do qoftë janë pika të ujit. Po. Duhet një ndriçim mjaft i fortë edhe ky syri, domethënë i aparatit që është një objektiv që kap ato objekt domethënë nga afër. Dhe është një ndër fotografitë e mia të para që më pëlqen shumë. Po ashtu njëjta teknikë, domethënë makro. Fotografia është realizuar gjatë stines pranverës. Ka disa ngjyra, edhe lulet kamomile që ka disa ngjyra të buta dhe ka dalë një fotografi mjaft e mirë. Është edhe nga kompozicioni shkrepur si duhet. Kjo fotografi është interesant, pak a shumë lidhet edhe me pjesën e aparatave digital të vjetër, dhe me thënë që kam pas një ekspozim të gjatë për të kapë fotografinë. Nuk e mund të shkrepish me njerë, quhet long exposure, dhe me thënë ekspozimi gjatë, dhe me thënë për të kapë ndriqimin, atë dritën, sa do pak, sa do e vogël që tjetë, kjo fotografi është realizuar në orët e vona në mesnatë, me sa më kujtohet, edhe kudo që shef pak dritë, ose prej yjeve në qiell, këtu nuk ka pas aq shumë, mundohet ta mbledh atë dritë që është edhe ta ndriçoj fotografinë sa më shumë. Kjo fotografi është realizuar gjatë perëndimit të diellit, po ashtu është një ndër fotografitë e para që më pëlqen shumë. Edhe pse fotografitë e tua të para, mirë po si duken, edhe pse nuk jam profesioniste unë në këtë aspekt dhe më pëlqen. Është sikur puna e këngëtarëve, domethënë që vjen një moment kur ata mendojnë që këngët e para kanë qenë më të këqija, po. Edhe kjo është fotografitë e para, kemi atë një mendim që nuk i kemi realizuar si duhet, po normal me kohën, me rrjedhën e punës vjen
ajo pjesë ku ne përmisojmë dhe na duken ato që kemi realizuar më herët më të këqija, po në fakt duhet jemi mirënjohës edhe të kënaqur me punën që kemi bën, pavarësisht periudhës kur në fillim apo njëjtë edhe kjo foto është bën gjatë perëndimit të diellit. Është realizuar me një aparat më të vjetër që kam pas. Po ashtu me teknikën makro është tepër fotografi nga afër, nuk për të realizuar një foto tillë duhesh me pas disa kështu objektiva syre në aparatit shumë shtrenjtë janë, po unë me një objektiv që realizon që nuk ka kështu zoom quhet, nuk e ke mundësinë për me afërsu ndonjë objekt, e kam kthy për mbrapa, mundesh me kriju atë efektin që me bë këtë teknik makro. Kjo fotografi është realizuar në Shqipëri, është e shkëmbi Kavajës gjatë perëndimit diellit. Kam realizuar vjetësh një fotografi e bukur. Kjo fotografi është pak a shumë më shumë artistike, më anë poçeve dritës. Edhe kjo fotografi është bërë njëjtën ditë në orët e vona, me atë teknikën që e përmenda më herët, long exposure, zgjat diku 30 sekonda varet si don ta kapish, për ta shkruar vetëm një foto brenda 30 sekondave, ajo teknikë ta mundson që të mbledh dritë dhe ta formoj një efekt tillë. Mace kafsh. Po. Përgjithësi çfarëdo fotografie mundohem që ti përfshish, domethënë mundohesh në çdo aspekt që ti të përfshish. Nuk është se jam i përqendruar vetëm po. Të cilët të tërheqin. Ka për atyre që nuk e pëlqejnë ti përzin krejtësh, mundohen ta përvetsojnë më shumë një kategori, po unë përgjithësi më pëlqen. Çfarëdo kategorie tjetër është artuese për mua. Vunet, do të dëshiroje që ti në të ardhmen të kesh studion tënde ku do të prezantosh edhe fotografitë tua? Patjetër, pse jo, tash para një jave kam filluar edhe të kompletohem me disa mjete edhe për video. Do të kisha pas dëshirë që në të ardhmen ta kem një studio dhe të bëj një ekip timin personal me një menaxhim më të mirë edhe me ofru diçka më profesionale dhe me shërbi çfarëdo kërkese që ka të bëjë me fotografi e video. Po ashtu edhe në aspektin e dasmave që këtu te ne fatkeqësisht në rrethin timën sidomos ka disa studio që ofrojnë shumë një video amatere dhe vetëm njerëzit aq pak ajo e ka sjellë që njerëzit ta vlerësojnë pak dhe e bëjnë vetëm kështu formalisht punën, domethënë nuk ka se duan me bën një far arti edhe në atë kategori, edhe pse është diçka e thjeshtë, incizohet dasma ose fotografi, momente, por ajo mbetet në historinë e familjes edhe nëse sadopak një far arti e jep, një far kreativiteti, ajo do të duket edhe më e bukur, po fatkeqësisht ne keq përdoret edhe thjesht e shohin anën profitabile për përfitimet, domethënë për të ardhurat, e marrin pagesën edhe mundohen sa më shpejt thjesht formalisht tua japin rezultatet. Unë kam qëllimin që të bëj një ekip që do të ofroj diçka më ndryshe dhe ta ndroj këtë perceptim të kësaj pune, edhe pse është një ndallim për dallim prej tjerave, është pak më e thjeshtë. Po nëse mundohesh ta bësh me një mënyrë më kreative, më artistike, edhe ajo do të dallohet së shpejti. Vune, çka do ju kishe këshilluar të rinjve që dëshirojnë të ecin hapave të tu? Unë has shumë të ri, domethënë qoftë moshatar, qoftë edhe më të ri që kanë filluar ose ju pëlqen fotografia, janë interesuar rreth këtij profesioni, shpesh e has pyetjen si ja ke arrit. Unë kam atë bindjen që nëse sadopak e gjen veten dikush në këtë profesion, nëse me të vërtetë i pëlqen, jo vetëm formalisht se ka edhe për atyre që e kanë bërë një perceptim të keqkuptueshëm te publiku, domethënë se është bërë shumë lehtë. E blen një fotoaparat profesional dhe ja shton titullin vetes fotograf. Po në vërtetë ata nuk janë fotografë edhe në momentin që ballafaqohen me vështirësi që i ka dhe ky profesion ata dorëzohen edhe ose e shesin fotoaparatin ose ju ngelet ashtu edhe nuk mund të ecin më përpara. Po trit që merren me këtë do ju kisha thonë që ta kena të vetbesimin edhe motivin. Ajo është më kryesore. Inspirimi edhe ajo është një pjesë që e plotson domethënë për me bën një punë edhe më intensive, po nëse ti vetë ke vetbesimin edhe me atë motivin, me ato ëndrat e tua për cilën kategori don që dikur të arrish më lart, nëse i ke këto dispozicione, domethënë jam i bindur që çdo kush mund t'i arrijë. Vetëm duhet një disiplinë, qoftë ka për atyre që duan mësojnë nëpërmjet kurseve ose shkollave, ka këtu te ne kurse, shkollë mesme me sa i di unë nuk ka për fotografi, por edhe në fakultet ka disa drejtime që i prek këto profesione, artin përgjithësi, po edhe me anë të internetit ashtu siç kam bëu unë, domethënë kisha pas dëshirë që çdo kush
pse jo, mbase na jepet mundësia për me mësu gjithçka. Ajo për neve është falat, do me thënë ka fotograf në nivelit shumë nalt, që kanë arrit me një nivel, nuk e kanë problem me ndajt zanatin e tyre, me shfaq me atyre video mësimeve, edhe pse nëpërmjet klikimeve ata fitojnë për publikun, për ata që duan me mësu për neve është fal. Pse mos me bën një rregull, një orar, një program të vetës, nëse ne dëshirojmë të arrijmë, mi mësu qoftë bazën, qoftë edhe ajo e mira që është si mundësh prej fillim me mësu për motutje, e anashkallon bazën, shkon te gjanat më profesionale. Është një dispozicion, një rregull e vetës, pse edhe ata që duan të fillojnë me këtë punë, pse mos t'ja bëjnë vetës ato orar që në mënyrë ajo teknika që është distance learning, edhe nëpërmjet internetit ta mësojnë, duke pas parasysh që ditë sotit të rinj shumë qëndrojnë para kompjuterit e internetit, kanë mundësi shumë ta të shfrytëzohet për diçka të mirë, humbin kohën, kot pse mos ti përkushtohen diçka. Dhe në dobi. Vullnet, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Relax, tani u afroj edhe fundi e emisionit për sot. Të dëshiroj shumë sukses, normal pikse pari dëshiroj sukses edhe në shkollën, me që je maturanta, ashtu që kuptova. Po, të dëshiroj në studime shumë sukses dhe gjithashtu një ditë të arrish kulmin e profesionalizmit sa i përket të aspektit të realizimit të fotografive. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit ju. Faleminderit. Miqtë e emisionit Relax, ishte kjo e tëra për këtë pasdite. Ju falenderoj të gjithëve juve që na ndoqët, natën e mirë.